I gjithë vendi është përfshirë nga moti acartë dhe temperaturat nën 0 gradë. Thuajse çdo qytet nga veriu në jug u gdhi i ftohtë dhe me ngrica. Situata mbetet problematike në zonat malore. Rreshet e dëndura të Dëborës së rënë një ditë më parë kanë ngrirë duke krijuar probleme në qarkullim. Në Kosh dhe zonat e tjera juglindore, akset nacionale dhe ato rurale janë mbuluar nga shtresat e akullit. Për këtë arsye rrugët Linj Qafthan, Qaf Ploç, Qaf Qari Leskovik, Korç Voskopoj dhe Boboshtic Dardh janë të kalueshme vetëm me zinxhir. Në këto segmente vijon hedhja e skorjeve, ndërsa mbeten të bllokuara komunat Leka, Strebinj dhe disa fshatra të thella, ku shtresa e Dëborës ka arritur në 70 cm. Si pasojë e motit të keq, këto zona vuajnë prej ditësh mungesën e energjisë elektrike. Temperatura me ulët në juglindje është regjistruar në mesditë në Dardh, Voskopoj dhe Sheqeras, -14 gradë, ndërsa në qytetin e Korçës, termometri ka shënuar -12 gradë Celsius. I ftohti ka shkaktuar edhe ngrirjen e tubacioneve të ujit në shumë banesa, kryesisht në shtëpi private. Probleme nga moti i keq vijojnë në të gjitha akset e qarkut të Dibrës. Temperaturat nën 0 kanë krijuar shtresa akulli dhe rrezik për qarkullimin e automjeteve. Mungesa e skorjeve në rrugë ka shkaktuar rrëshqitje të makinave dhe konkretisht në aksin Bazë-Burrel, por për fat të mirë pa pasoja. Në këto zona dhe veçanërisht në segmentet Ura, Qerenexhit, Librazht, Bulqiz, Shupens dhe Maqellar Peshkopi, lëvizet vetëm me zinxhir. Në fshatrat e thellë, trashësia e Dëborës ka arritur në 40 cm. Pas më shumë se 20 orëve mungesë të energjisë, qarku të Kukësit i është rikthyer furnizimi. E gjithë zona veriore është me ngrica, ndërsa mbeten të bllokuara zonat e thella, Shishtavec, Zapot, Arën, Grykçaj dhe Lekbibaj. Edhe rrugët e qytetit të Kukësit janë të mbuluara nga akulli. Trashësia e Dëborës në qytet arrin në 15 cm.